namazi me xhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Muaji i shenjtë i Ramazanit është muaji i cili dallohet nga gjitha muajt tjerë. Dallohet me dy ibadete të cilët janë ato ibadete që e ngjallin këtë muaj. Është ibadeti i agjerimit, po gjithashtu është ibadeti i namazit të ravive apo edhe namazit të natës. Andaj për atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka thënë në hadithin e tij: "Men sama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e agjeron muajin e Ramazanit duke shpresuar dhe duke shpresuar në mëshirën e Allahu xhaleshanuhu, atij besimtari i falen gjitha gabimet që ka bë në këtë botë. Po ashtu muaji i Ramazanit dallohet edhe me një ibadet i cili ibadet e dallon këtë muaj është ibadeti i faljes së namazit të taravive. Edhe për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: "Men qama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush prej besimtarëve e ngjall natën e muajit Ramazanit duke shpresuar në shpërblimin e Allahu xhaleshanuhu, ai do t'ia fal gjunahet apo mëkatet e parë. Namazi është shtylla kryesore e fesë islame. Për atë edhe Allahu xhaleshanuhu në shumë ajete kuranore neve si besimtar na porosit që t'jemi më të përkushtuar në namazet që i kina obligim nga Allahu xhaleshanuhu. Edhe për atë sa i përket dobisë së kësaj, vlerës së saj, gjithmonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për rëndësinë e namazit na tregon se llogaria e parë apo pyetja e parë që i jepet njeriut në ditën e Kiametit, që do të pyet çdo besimtar, pyetja e parë që do bëhet: a ke fal namazin? Nëse namazi është fal, atëherë çdo gjë do të shkon në rregull. Po nëse muslimani namazin nuk e ka fal, atëherë do të ketë më të vështirë te Allahu xhaleshanuhu me dhënë llogarinë. Andaj namazi është shtyllë kryesore e fesë islame, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ai që e fal namazin, ai vetëm se e ka mbajt fen, fort e ka mbajt fen. Po besimtari i cili nuk e fal namazin, ai vetëm se e ka lënë fen me një farë fjale. Do të thonë, t'jemi më të përkushtuar për namaz, ta falim namazin dhe ta kryjm borxhin apo obligimin ndaj Allahu xhaleshanuhu. Shtrohet pyetja se cili është ibadeti apo adhurimi më i vlefshëm te Allahu xhaleshanuhu. Padyshim se çdo ibadet që bëhet në mënyrë kolektive, ai ibadet është më i vlefshëm te Allahu xhaleshanuhu. Për atë edhe ibadetet nuk janë të rastishme ku Zoti i bën obligim në mënyrë kolektive, janë më të pranueshme. Sikurse e kemi për shembull namazi është më i vlefshëm, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi dy personave që e falin së bashku namazin është më i vlefshëm se sa një person. Namazi 3 personave apo 4-ve është më i vlefshëm se sa 2 persona. Ata nuk janë të rastishme edhe kur e kemi edhe kohën e haxhit, ku e ka kohën e caktuar, po edhe gjithë besimtarët shkojnë në një kohë, në një vend për ta kryer ibadetin e haxhit. Po ashtu edhe e kemi edhe në këtë muaj, në muajin e Ramazanit, e kemi namazin i cili është më i vlefshëm, namazi me xhamat. E kemi namazin taravive, për shembull, i cili sipas mezhebit Hanefi, shkollës juridike Hanefite,
është një prej suneteve të forta dhe preferohet që namazi i taravive të falet me xhamat, do në mirë kolektive, në mënyrë që tjetë më i pranueshëm të Allahu xhaleshanu. Duke u bazu në gjithmonë në Khulefai Rashidin, ato shokët e pejgamberit, udhëheqësit e parë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që gjithmonë janë mundu me fal namazin e taravive në mënyrë kolektive. Sa i përket gjithashtu për namazin e taravive, shpesh pyeten se sa rekat duhet me i fal, apo duhet falet në xhami, apo duhet falet në shtëpi. Edhe për këtë në ka sqaru shumë bukur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim kur është bërë obligim apo një ibadet të cilin e praktikonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një natën e parë të Ramazanit, pejgamberi alaihi salatu wasalam doli t'ja fale namazin e taravive besimtarve. Edhe ditën natë veproi njëjtë. Mirë po, në natën e tretë, apo thuhet në natën e katërt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk doli që t'ja falte namazin e taravive besimtarve. Atëherë, ato besimtar ja parashtruan pyetjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, se pse nuk dole me na fal namazin e taravive. Pejgamberi alaihi salatu wasallam ju përgjigj duke i thënë se unë nuk dola natën e tretë apo të katërt të thuhet, nuk dola me fal namazin e taravive për faktin se nuk doja që ta kuptoni se do t'jetë farz namazi të taravive. Domethënë namazi të taravive është sunnet, që mos ja obligoni vetës që është obligative, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja bëri të kuptueshme besimtarëve që namazi të taravive është sunnet prej sunneteve të forta. Dhe vlera e kësaj, e gjithë kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai besimtar i cili e fal namazin e taravive të plot 20 rekat, atij besimtari do t'i llogaritet sikur se është fal tan natën deri në mëngjes.